Gjilani pritet të bëhet edhe me një qerdhe të re. Për ta vendosur gur themelin, prezent ishin hiç më pak se kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Arsimit Arboria Nagavci. Sidoqoftë, qeveria nuk i ndërtoi 160 qerdhe në mandatin e kaluar 4 vjeçar, siç kishte premtuar në zgjedhjet e vitit 2021. Ne kemi dikon rreth 70 qerdhe tashmë në të cilat është investuar, janë në proces, janë përfunduar apo janë në proces të prokurimit. Ministra Nagavci thot se komunat që udhëhiqen nga vetvendosja janë më bashkëpunuese për të ndërtuar qerdhe të reja për fëmijët. Në komunën e Podujevës, mandati i kryetarit të komunës po përfundan me 8 qerdhe, shumica prej tyre janë investimi i Ministrisë Arsimit, por edhe adoptim i shkollave ekzistuese në qerdhe. Njëjtë kemi situatën edhe në Kameniz, gjithkund ku ka pas vullnet dhe bashkëpunim nga ana e komunave, puna ka ecë tepër mirë. Mirë po njohësi i Arsimit Arlind Osmani e quan argument politik deklaratën e ministres Nagavci për bashkëpunimin që ajo gjen kryesisht në komunat që udhëhiqen nga partia të cilës i takon. Mendoj se kjo është më tepër një mënyrë për të arsyetuar dështimet e qeverisë. Sipas tij, premtimi për ndërtimin e 160 qerdheve që ambicioz. Andaj edhe ka mbetur më tepër si një dëshirë e bukur, por që realiteti është shumë larg. Në tërë Kosovën janë mbi 60 qerdhe publike.